E po si u bë kjo punë, pas ka dalë dhe profesor doktor Ilia Ali Mehmeti na tregoi që partitë e reja që kanë nga PD-ja do dështojnë 11 maj. Po Ilir, sa ke në PD ti zotri? Sa një politikën, sa një parti demokratike, sa një njerëzit në PD? Po pse mo djalë me 2 vite që shkon pas doktorit ti kujton se njeh parti demokratike dhe njeh mbi gjitha elektoratin e djathtë? Ilir, mua dhe kolegëve të mi nuk na duhen të marrin struktura, dhe nuk po duhen të marrin as lista antarësie, sepse politika është frym. Politika është eksperiencë, politika është moral, politika është mbështetje, ku ke të drejtë për betejat që bën. Ne kemi dalë për lista të hapura, ne kemi dalë për decentralizim, ne kemi dalë për reformë kushtetuese, kemi dalë për vot, për debat, për fjalë të lirë. Nuk kemi dalë të mbajmë xhaketën doktorit. Dhe herë tjetër, kur të hysh në një garë primarish në PD dhe të shtojmë votat në kuti përballë kandidatit tjetër, jo ty, kandidatit tjetër, do kaq borsa të thuash që më manipuluan zgjedhjet për primare për kandidatin kryetar bashkie, se nuk pate as kaq kurajo të mbrosh votën tënde dhe garën tënde. Pastaj do marrësh mandatin e deputetit, ta shohim nëse do i kaloj PD 12 mandate në Tiranë. Kështu që do të takojmë në 12 maj. Po jo si thua ti, sistem unë. Mirupafshim i